rrezikuat deri në fund, pësuat 3 gola, e prisit të shkonte në këtë mënyrë, dhe pyetja e dytë, a ishte akmare pas disfatës së kampionatit kjo fitore në kupë? Në para njerë filloj që shënuan 4 gola dhe pastaj pësuan 3, por sigurisht që specifika e kupës është e tillë që në fund fare nuk ka rëndësi rezultati, ashtu siç nuk ka rëndësi edhe kalimi në finale, por duhet luftuar deri në fund fare. Natyrshëm që kishim një ekip shumë fort si Vllazërian, edhe gjithmonë ndeshjet tona kanë qenë me rivalitet. Dhe ajo që na gëzon më shumë kjo shkuarje në finale është fakti që Dinamo mbas edhe rezultatit të ndeshjes tjetër, mbas gati 1 dekadë gjysmë, sot është në Europë. Por natyrshëm që ne do vazhdojmë rrugtimin ton deri në fund fare për të marrë nga ky grup që ka merituar gjithçka, sepse janë aktorët kryesorë janë lojtarët dhe e gjithë merita i shkon atyre. Kemi një president super korrekt dhe do vazhdojmë luftën tonë deri në fund fare. Faleminderit, sukses. Faleminderit ju.